Mirëmbrëma edhe njerë nga studioja e Civil Qendrës për Liri. Kjo është preskonferenca ose konferenca për shtyp e 4-ta sot me radhë, në ditën e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Sot ishte ditë e qetë e zgjedhjeve dhe pjesëmarrja e lartë, si dhe dita e qetë janë karakteristikat kryesore të ditës së sotme, kur qytetarët votuan për presidentin e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, monitorimi i civilit evidenton shumë paregullsi të vogla si dhe shkelje të rënda të ciklit zgjedhor në disa raste. Gjithashtu, monitorimi i civilit evidenton vendosjen e informacioneve të pakonfirmuara, lajmeve të rreme dhe narrativave nacionaliste në një pjesë të mediave. Pluhur më i madh është ngritur rreth vendvotimit 111-2 në Likov, për të cilin është përhapur një lajm se ka pasur është ushtruar i ashtu quajturi tren bulgar dhe mbushje të kutive votuese. Një pjesë e medjave, si për shembull News 24, e cila interpretoi vetëm një lajm nga TV Alsati, por edhe KSZ-ja dolën me informata të ndryshme. Nga njëra anë u pretendua se votimi ishte pezulluar në vend votim, ndërsa pretendimi nga tereni ishte se nuk kishte një gjë të tillë, nuk kishte ndodhur një gjë e tillë. Ngjashëm, burime jo zyrtare nga koalicioni Vlen e informuan civilin se votimi nuk ishte i pezulluar. Me pak fjalë, kjo situatë ka mbetur enigmë deri më tani, deri në fund të ditës. Spekulimet në media u shfaqen edhe për shkak të transparencës pamjaftueshme të gjithë të përfshirëve, gjegjesisht palëve të interesuara për atë që realisht sot ka ndodhur në Likov. Shkelja e heshtjes zgjedhore është shenuar ndër të tjera në portalin e internetit, në internet portalin Vot Center, ku rreth orës 17 ka dalë një deklarate e kandidates Gordana Siljanovska-Davkova, e mbështetur nga VMRO-DPMNE. Ky lajm, si dhe deklaratat e kandidatëve të tjerët për president, këtij lajmi, si dhe deklaratave tjera të kandidatëve të tjerë për president, u ishte vendosur embargo e shërbimit shtetëror, embargo në shërbimin shtetëror mediatik MIA, por ka dalë vetëm deklarata e kandidates VMRO-DPMNE. Gjegjesisht, internet portali Vot Center e ka plasuar këtë deklarat. Shkelja e heshtjes zgjedhore është vënë re edhe më shumë në rrjetet sociale nga zyrtar partijak të disa partive politike. Disa nga mesazhet në rrjetet sociale ishin të paqarta, por sigurisht që pas interpretimit të civilit se çfarë duhet të përbëj heshtja zgjedhore, gjithsesi heshtja zgjedhore është e përcaktuar në mënyrë të pamjaftueshme në kodin zgjedhor dhe nuk u pranuan as propozimet e grupit punues për ndryshime në kodin zgjedhor. Me fjalë të tjera, duket se në fakt sikur nuk ka pasur zgjedhje. Pajisjet e gjurmëve të gishtërinjve, gjegjesisht fingerprint aparatet, janë ende duke u sot nuk funksiononin gjithmonë në disa nga vendvotimet, po ishte larg ndonjë situate serioze. Në shumicën e këtyre rasteve, komisionet zgjedhore për komuna i zbatuan me sukses procedurat shtesë. Një pjesë e vendvotimeve kanë pasur ndërprerje më të gjata, pikërisht për shkak të këtyre problemeve teknike dhe nga monitorimi i civilit janë evidentuar 2 raste në të cilat votuesit kanë hequr dorë nga votimi, siç raportuam edhe në konferencat e mëparshme. Raportet nga vëzhgimi në teren i ditës së zgjedhjeve janë ende duke u
përpunuar në sistemin e civilit. Në 3 konferencat e mëparshme për shtyp kemi raportuar për më shumë se 30 raste të ndryshme të parregullësive në mbar vendin. Ato janë publikuar në platformën mediatike të civilit. Raporti i plot i monitorimit dhe vlerësimi paraprakis zbatimit të zgjedhjeve presidenciale do të publikohet nesër. Civil Qendra për Liri dhe të gjithë kolegët e mi i përgëzojmë të gjithë qytetarët e Maqedonisë për përgjegjësinë e tyre të lartë qytetare që treguan sot në ditën e votimit.